Tabela e tregon ato që kanë dhënë krejt këtë sezon. A është reale tabela përfundimtare me atë se çfarë ka treguar ekipi? Po besoj që është reale. Malishevën e ka pështu realisht pjesa e parë e sezonit ku ka zhvilluar shumë lojë të mira dhe ka marrë pikë më shumë. Kjo ju ka hakmerr dritës këtë Gjilanit edhe Ferizajt që realisht në vjesht janë konë shumë ma keq, po më pranverë morën pikë, po nuk i mjaftuan. Po pajtona që Prishtina me përfundu vend e 6 në kampionatë shumë dështim dhe me siguru në bjetesën një gjero para fundit. I ka pikë baraz me Po, me Dugagjini pikë baraz. Që realisht nuk krahasohet as me cilësi, as me financë, as me organizime, shumë gjona tjera. E këtu dashta me dalë dy ekipët ma fituese i shumë Malishevën dhe Dugagjinin. Dugagjinin e shoh si shumë fituese me arrit me përfundu Millapin e me Suarekën. Në një kampionat shumë i mirë i Dugagjinit. E këna thonë edhe ma herët, do të me kriju një bazë dhe një skuadër jo veç lojtar, po ekip tamam edhe Dugagjini e ka për dallim nga Suareka që erdhi vitin e parë dhe menoj që